ka mundësu delegimet që bëri Veria, ishin të duhurat, si mund të bëjnë ato në kushte e paraburgimit, për shumë? Totalisht pavlefshme. Pse? Juridikisht. Totalisht pavlefshme? Po. Madje këto ditë që u hap kjo temë, e përmenda kthyen se zhej ka një problem Shqipëri, nuk lexohet. Ligjet i bëjnë vetë pastaj harrojnë të lexojnë. E di. Kur lexojnë ligjet thonë, "Oh, po kjo që nga gabim." Dhe tani po mendojnë që ndryshojnë ligjin për qeverisjen vendore, që e kanë bërë vetë 2015. Pse? Kodi i procedurave administrative thot, jeni 22 në vijim, delegimi i kompetencës duhet parashikohet në ligj. Pra, kujt i delegon kompetencën? Për çfarë kompetencësh ja delegon? Për çfarë? 1, 2, 3. Për çfarë afati? Çfarë fature financiare ka kjo për institucionin? Të gjitha këto. Nëse s'janë këto, atëherë ekskluziviteti i ngel atij që e ka kompetencën, që është kryetari i bashkisë. Dhe zoti Velia është aty, mos e shiko se i kam parë unë, jam jurist, i kam parë, i kam, jo e kam unë, do të vetëm të nxjerrësh. Po pra, me shumë përgjegjësi, sepse ç'kam bërë, kam marrë shkresat që kanë nxjerrë aktet e delegimit, kam parë bazën ligjore, dhe baza ligjore të tjetër gjë fare, sepse nuk kam ditur çfarë, ku të referohen. Dhe kur e thash, më thanë, "Okej, po kështu është." Si është? Me afërmend? Jo. Çfarë thot ligji? Gjykata mund të kishte vendosur edhe pezullimet e ushtrimit të kryesisë. Pra, çdo veprim që bën aktualisht zonja Ristani për ta vijuar, është absolutisht i pavlefshëm. Sepse akti i delegimit është i pavlefshëm. Megjithatë kjo përmbahet në heshtje sepse realisht ka një vakum dhe realisht zoti Velia nga burgu nuk e drejton dot në mënyrë efektive Bashkinë e Tiranës. Pra shikoni çfarë vakumi kanë krijuar vet, duke mos e menduar këtë rast sui generis, një lloj të veçantë, që nga ka dhe persona të zgjedhur që mundet të paraburgosen dhe si do drejtojnë. Dhe delegimi fare thonë për zvendësimin e njërit për nënkryetare, por ajo është një tjetër nën, kur mbaron në mënyrë të parakoshme mandati, mandati zoti Velia nuk ka mbaruar, përkundazi ai është në detyrë. Pra kjo ka hedhur poshtë gjithë ato aktet që unë pash dhe fillova duke qeshur. Sepse ne pam nenet direkt dhe thamë që kjo s'ka pas ligjore.